Në krejtë së raport e ka faj burri. Jo krejtë, po ka pjesën. Ta tha mendimin tem. Burrat janë mësu me marrë një nuse, edhe bani qka doni. Ju i keni fajet pëse s'ka do mirë me nanën, ose asoj nanës ti ki faj pëse s'ka do mirë me nusen, edhe one jam outside. Jo, burri e ka obligim me kry rolin e vetë edhe si burr, edhe si djalë. Shpesh herë, a e din ti një sen, ti sigurisht që e din një sen, për kështu për kujtoj një gja. Për shembull gjithmonë kanë thonë, djali i vogël i mban pleqt. Ose djali i madh i mban pleqt. Jo pleqt për i mban që ajo nusja, gjithmonë nusja i ka mbaj pleqt. Është kujdes për veshmbathjet, për ushqimin, për rahatin e tyne. Djali ka nejt, kur nuk e ka thonë është tani mirë mëngjes, një natën e mirë, ai e mirë, nuk është kujdes kur për ta. Edhe gratë janë lodh bre piqë sajna, gjithmonë e ka marrë lavdin burri, por gruaja është kujdes. A e kupton? Unë mendoj që çto burra duhet me ditë që ti ki prind. Ajo zoja i ka vjehri. Normal që do të më kujdes për nëse e don çat bashkëshor, duhet më kujdes edhe për prindrit e tina. Sepse shumë mirë tha një gru një ditë, vetë tash ta kryq tha. Tha një gru një ditë nëse i don një burrat që s'kan prind, shko merrni tha burrat na jetimore dikom, pse pi merrni burrat e një familje të shnosh që kanë prindër gjallë. Shumë mirë tha edhe çto. Po megjithatë burrat do të më kanë kujdesshëm, ata kanë prindër. Le të kujdesen, le të ndihmojnë asoj grus. Tash ti një gru i ka po zon prindrit e burrit, fëmijët e vet, shtëpinë, ushqimin, një mesh të ngarkume. Nëse don një burr me pas rahati mes nanës e tij dhe gruas së tij, atë do të pas rolin e vet. Me ndihmu gruas për më kujdes për prindrit e tij. Jo gjithmonë ja barën e saj, e mandej me thon nusja s'po i do prindrit e mi.